Për të tretën herë, pas kërkesave të vazhdueshme të deputetëve demokratë, mbledhja e Këshillit të Mandateve dhe Imuniteteve nuk zhvillohet për të shqyrtuar kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Kreu i grupit parlamentar të PD-s thotë se kjo që po ndodh me çështjen Balluku është skandaloze. Akti i mazhorancës në kuvend është një akt i paprecedent, nuk ka ndodhur kurrë që të vonohet shqyrtimi i kërkesës nga Këshilli 2 javë me pretendimin absurd se e Pandeura ka kërkuar 3 javë për të mbrojtur. E Pandeura, kam thënë edhe herës shkuar, mund kërkoj edhe 3 muaj, mund kërkoj edhe 3 vite, sepse po kërkohet dërgimi i saj në burg. Dhe çdo njeri ndaj cilit kërkohet arresti me burg, tenton ta shtyjë dhe ta zvarris këtë proces sa të mundet. Sipas Gazmend Bardit, kreu i Kuvendit të Shqipërisë, Niko Peleshi, është kthyer në një person të papërgjegjshëm që zbaton vetëm urdhrat politik të Edi Ramës. Prokuroria ka kërkuar heqjen e imunitetit zonjës Balluku, me sa duket pasi kthyen zyrën e kryeministit në zyrë avokatie, po kthejnë edhe zyrat e kuvendit në zyrë avokatie për Belinda Ballukun. Dhe apeli im sot shkon dhe një herë për kryetarin e kuvendit që të mos pengoj drejtësinë dhe të njoftoj rendin e ditës, njoftoj të Pandeurën, njoftoj prokurorinë e posaçme. Demokratët thonë se do të kërkojnë përsëri një mbledhje të radhës në datën 6 janar. Prokuroria ka kërkuar shqyrtimin brenda 3, maksimumi 5 ditëve nga momenti që ka mbërritur kërkesa. Sot bëhen plot 2 javë nga ky moment dhe ne ende nuk kemi as dëgjimin e prokurorisë për kërkesën që ajo ka sjell në kuvend. Dhe nuk ka ndodhur kurrë me asnjë rast të mëparshëm që t'i jepet një kohë kaq e gjatë, aq më tepër ku është provuar që po prishen provat dhe po intimidohen dëshmitarët. Prej gati 2 javësh, antarët e PD-s në Këshillin e Mandateve kërkojnë shqyrtimin e kërkesës së SPAK për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, ndërsa kryeministri Rama ka lajmëruar se kjo nuk do të ndodhë pa folur fillimisht gjykata kushtetuese.